Është dita e fundit vërtet e procesit I cili zgjati kaq shumë. Procesit të gjykimit të 4 drejtuesve të ushtrisë qëndrore të Kosovës. Njëri prej tyre, zoti Thaçi, ishte president I Republikës Kosovës, zoti Jakub Krasniqi e zoti Kadri Veseli ishin kryetar të kuvendit të Republikës tonë, kurse Recep Selimi, general I ushtrisë qëndrore të Kosovës dhe udhëhoqi edhe grupin parlamentar në kuvendin e Republikës Kosovës. Këtyre njerëzve tashmë ata kanë marrë një ndëshkim të padrejtë, sepse procesi zgjati aq shumë sa që unë pretendoj dhe gjithë pretendojmë së bashku që u shkel e drejta elementare e njeriut, e cila mbrohet edhe me konventën e Kombeve të Bashkuara, edhe me konventën evropiane të drejtave të njeriut, por edhe me kushtetutën tonë. E kjo është e drejta që personi të gjykohet në kohë të arsyeshme. Kjo e drejtë ma mërmenja që u shkel në mënyrë dhënshme, sepse janë bërë 5 vite 3 muaj që këta drejtues të ushtrisë qëndrore të Kosovës mbahen të izoluar, edhe larg familjeve të tyre, e larg shtetit të tyre. Ne patëm kritikën tonë gjithmonë për këtë gjykatë që ishte gjykatë një etnike. Gjykatë e cila fokusin e kishte padrejtësisht në ushtrinë qëndrore të Kosovës. E unë jam këtu për të konfirmuar edhe një herë që lufta jonë, lufta e popullit të Kosovës, ishte luftë e drejtë, ka qenë luftë e pastër, ka qenë luftë mbrojtëse, nuk ka qenë qëllimi I kësaj lufte sulmi I asnjë populli tjetër. Targeti vetëm I uniformave të UÇK-s ishte policia dhe ushtria sërbe, njerëzit e uniformuar okupator që bën gjenocidin në Kosovë, që vran fëmijë, që vran gra dhe që vran pleq, e që I mbytën mbi 12.000 qytetarë të Republikës sonë. Dhe këtë të vërtet, nuk ka asnjë institucion. Këtë të vërtet, nuk mund të ndryshoj asnjë gjykatë.